Prokuroria speciale e ka hedhur poshtë një kallëzim penal të ish menaxhmentit të Trepçës ndaj sindikatës së minatorëve dhe disa punëtorëve tjerë në ndërmarrjen Trepça. E ndjekim reagimin e sindikatës nga materiali në vazhdim. Sindikata e punëtorëve të Trepçës përmes një postimi në Facebook ka njoftuar që ndaj tyre është ngritur një kallëzim penal nga Prokuroria Speciale e Kosovës, mirëpo që sipas tyre ky kallëzim penal është rrëzuar në mungesë të fakteve. Sipas sindikatës, këtë kallëzim penal e ka ngritur ish kryeshefi i Trepçës, mirëpo për detaje se çka përmban ky kallëzim penal dhe si ka shkuar gjithë vijshmëria e procesit, do flasim në një bisedë të shkurtër me kryetarin e sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Ibrahim Januzin. Përshëndetje zoti Ibrahimi, ne pam një postim tuaj të sindikatës në Facebook, ku flisni që ndaj sindikatës së punëtorëve të Trepçës është ngritur një kallëzim penal. Çka saktësisht është ky kallëzim penal, si rrjedhoje çka ka ardhur? Po, ky kallëzim penal faktikisht na sot kemi marrë vesh që ishte bërë një kallëzim penal ndaj sindikatës, konkretisht ndaj kryetarit, ndaj meje dhe një pjesë të kryesisë, po ashtu edhe ndaj 6 minatorëve të cilët në tetor të vitit 2023 në shenjë pakënaqësie, në mungesë të pagë, në mungesë të kushteve ka ndodhur një revoltë të gjithë minatorëve të cilët janë futur në grevë. Mirë, po ne si sindikat vazhdimisht dhe sipas obligimeve statutore që i kemi, gjithmonë jemi zëri i minatorëve, kemi ngritur gjitha shqetësimet të cilat janë na drejtuar. Po faktikisht edhe ne kemi qenë pjesëmarrës në grevë, po jo si udhëtësi sindikale, po si minatorë që jemi, sepse kur e kemi parë që është greva masovike, aq e madhe, është konë jo njerëzore të ndohemi dhe mos të kërkojmë të drejtat tona bashkë me minatorët. Mirë, po gjemërëm lojmin se kishte ndodhur një kallëzim penal ndaj neve, pavarësisht se ishim larguar nga marrëdhënia e punësh në atë vit nga menaxhmenti i atëhershëm, nuk kishte mjaftuar dhe ishte hedhur një kallëzim penal ndaj neve. Mirë, po fatbarësisht kemi prokurori, kemi gjykata të cilët i respektojnë ligjet dhe e aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe kanë pa si të drejtë që ne kemi të drejtë të grevojmë, kemi të drejtë të protestojmë, kemi të drejtë të ngrisim zërin dhe të kërkojmë kushte më të mira dhe një më të mirë për minatorët. Kjo është ajo për cilën ishte hedhur kallëzimi penal ndaj neve, duke u bazuar se ne nuk kemi dëmtuar asetin kryesor të ndërmarrjes, nuk kemi rrezikuar jetën e njerëzve, ndërsa menaxhmenti nuk kishte arritur ti dëshmoj këtu dhe ti argumentoj sepse ne ishim organizatorët apo ne ishim sabotuesit e asaj greve. Do të thotë kallëzimin penal ndaj jush e ka ngritur ish kryeshefi i Trepçës. Po, fakt është ushtruesi i detyrës i kryeshefit ekzekutiv, zoti Enes Abdulrahmani, i cili kishte bërë kallëzim penal, po fatkeqësisht jo në mënyrë njerëzore dhe nuk ishim njoftuar për një kallëzim të tillë, e cili bën që mos jetë profesional dhe punojnë në mënyrë të holët, sepse është e udhës që duhet njoftohemi për diçka e cila të pakënaqësit apo çfarë do forme që do të kishte ndodhur kjo. Gjatë ditëve në VM ne kemi pa që ka pasur ngujim të punëtorëve të Trepçës, cila është gjendja e tyre shëndetësore tash, a është gjithçka në rregull, në çfarë kushte po punohet aty? Realisht po cenohet në mungesë të kushteve, në mungesë të investimeve në pikat vitale të funksionimit të minierës, po shkakton ngujim të minatorëve, të cilat mendoj që këto do të ndikojnë në dëm të shëndetit të minatorëve, sepse të qëndruarit gjatë në mungesë të kushteve të mikroklimës dhe mungesë të furnizimit me oksigjen në mënyrë artificiale siç e kërkon miniera, edhe të qëndruarit më gjatë atë faktikisht në një kohë, në periudhë të shkurtër do të përfitojnë smundje profesionale, të cilat varësisht prej organizmave të personave. Tash afër janë edhe zgjedhjet, edhe po më intereson me ditë nëse keni pasur kërkesa prej partive politike, nga që Trepça është një prej institucioneve ku i ka tejkalu krejt qeverit e partive politike që janë në Kosovë. Po më intereson me ditë nëse keni pranu ftesë për me ju vizitu gjatë kësaj pjesës së fushatës zgjedhore, edhe nëse keni me i pranu partitë politike. Normal që na kushdo që vjen në vendin tonë është i mirë se ardhur, sepse thuajse të gjitha partitë politike dikush ka qeverisë më herët, dikush qeverisë më vonë, edhe gjithmonë ka mundësi me ndërtu koalicione dhe interesi jonë është që të bëhet ligji për minatorët, sepse ne detyrohemi të punojmë deri në moshën 65 vjeçare. Po, vazhdimisht ka kërkesa edhe
në kohë zgjedhjet gjithmonë liderët apo deputetët e caktuar gjithmonë kërkojnë debate apo kërkojnë votet e minatorëve, edhe kjo ndodh tek minatorët, mirë po për neve jemi zhgënjur sepse që nga pas lufta thuaj se asnjëra nga qeveritë në Republikën e Kosovës Trepçën e ka lënë pas dore, pa investime, pa kushte minimale të punës, dhe kjo ka ndikuar që edhe një pjesë e minatorëve të kemë dëmtim në shëndet, ndërsa po flasim ndoshta që mbi 110 që kanë vdekur vetëm pa arrit moshën e pensionimit, vetëm nga miniera stan tërgut. Janë disa shifra të cilat janë jashtëzakonisht alarmante edhe për vetë shtetin edhe vetë qeverinë, sepse është e domosdoshme që të përmirësohen kushtet dhe të ngritet kapaciteti Trepçës, sepse kjo do të ndikonte jashtëzakonisht shumë në profitabile për rritjen e eksporteve dhe ngritjen ekonomike në vend. Sipas jush, kënde ka përgjegjësia më shumë për mos kushtet në minierë të Trepçës, ndaj punëtorëve të Trepçës? Kush është përgjegjës më i madh për kushtet që ju i keni apo edhe nuk i keni, nga që ju vazhdimisht keni pasur ankesa që nuk po plotësohen kërkesat e punëtorëve të Trepçës? Faktikisht përgjegjësinë duhet ta mbajnë të gjithë mirë, por në kohën e fundit është vetë qeveria Kurti e cila ka menaxhuar me qeverinë tash 6 vite, dhe normal që përgjegjësia e fundit do t'i faturohet edhe qeverisë Kurti, po duke mos i përjashtuar edhe qeveritë të tjera, sepse nuk mund të themi që ato kanë bërë diçka më mirë. E fundit, çfarë investime duhet me u bë në Trepçë në mënyrë që me qenë zhvillimi në top formën e saj? Normalisht si diçka emergjente është mjetet e punës, sepse po punojmë me mjete me motor dizel në hapësira të mbyllura, edhe të cilat janë jashtëzakonisht të amortizuar edhe në sigurinë e prodhuesit, nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret për me qenë të përdorshme. Se po flasim ndoshta për disa mjete që janë të vjetra, dhe ndërsa prodhuesi jep garanci për operim vetëm 5 vite në mënyrë që me pas efikasitet funksionimi i tyre. Ndërsa ne kemi ato mjete që janë që nga viti 2012, edhe jashtëzakonisht kanë mbetur veç në formë të hekurit me një motor i cili lëron gazra enorme, e cilat po ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e punëtorëve. Ato janë të domosdoshme, gjithashtu edhe kushtet e mikroklimës, cilat janë ventilimi i minierës, ndërsa edhe pajisjet medicinale, gjona të tjera, veshmbathjet që janë pajisjet mbrojtëse personale, e shumë të tjera, sidomos edhe ushqimi duhet me konë cilësor, e cilat gjitha këto na mungojnë. Zoti Ibrahimi, faleminderit.